Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Eclipse. Sot do të mësojmë se si të hapim WhatsApp nga kompjuteri jonë. Si fillim hapim një nga browserët, në këtë rast Mozilla Firefox. Kërkojmë për web.whatsapp.com dhe do të na shfaqet ky QR kod, të cilin do ta skanojmë me anë të telefonit duke hapur aplikacionin e WhatsApp në telefonin tonë. Hapim pra aplikacionin e WhatsApp, shkojmë tek Settings, më pas shtypim WhatsApp Web Desktop. Më pas skanojmë kodin QR dhe në këtë mënyrë do të lidheni me kompjuterin, WhatsAppin me kompjuterin. Si që shikojmë, këtu ne janë shfaqur kontaktet dhe klikojmë mbi kontaktin e fundit ose kërkojmë në search për një kontakt tjetër që ndodhet në telefonin tonë. Shkruajmë përshëndetje. Dhe dërgojmë kontaktin tonë njësoj si në kompjuter. Për të fikur WhatsAppin në kompjuter, mjafton që të klikoni 3 pikshin këtu. Dhe më pas të dilni të shtypni shkyçuni ose logout në gjuhën angleze. Gjithashtu edhe nga aplikacioni i telefonit tuaj, nëse ju keni harruar ta fikni WhatsAppin nga kompjuteri, mund ta fikni atë duke shtypur sërish WhatsApp Web Desktop dhe do t'ju dalin pajisjet. Mund të i hiqni të gjitha me njerë ose një nga një. Në këtë rast nuk bëhet të gjitha me njerë, një është, por logout. Dhe si që shikojmë në kompjuter, WhatsAppi do të aktivizohet.